Shqipëria mbylli këtë të martë 3 kapitujt e parë të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian gjatë konferencës së 9 ndërqeveritare të zhvilluar në Bruksel. Kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë zhvillim, një tjetër gur kilometrik në rrugën e pakthyeshme drejt BE-s, duke theksuar se ky është një vlerësim i qartë për reformat dhe progresin e bërë nga vendi. Shqipëria jep rezultate. Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë. Ky është thelbi i procesit, një proces i besueshëm dhe i bazuar në merit nga të dyja anët. Rama u shpreh se reformat po afrojnë standardet europiane me jetën e përditshme të qytetarëve dhe se rritja e pritshmërive ndaj institucioneve është dëshmi e këtij transformimi. Ne po ndërtojmë Shqipërinë që duam të shohim si anëtare me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Prove kësaj është se qytetarët kërkojnë gjithnjë më shumë dhe janë gjithnjë më pak tolerant ndaj asaj që nuk funksionon. Në krah të tij, komisionerja për zgjerim Marta Kose cilsoi këtë një super të martë për zgjerimin dhe përgëzoi Shqipërinë për ecurinë e procesit të integrimit. Ajo theksoi se mbrojtja e mjedisit mbetet një nga kriteret më të rëndësishme të antarësimit dhe bëri të ditur se qeveria shqiptare është angazhuar për këtë. Para se të nisim protestat, kishim rënë dakord me qeverinë shqiptare që do të shfuqizonim amendamentin e vitit 2024 për zonat e mbrojtura dhe për investimet strategjike. Procesi i antarësimit është në vazhdimsi. Kapitulli 27 është më kërkuesi dhe jo vetëm për shkak të kësaj proteste, po më së shumti se Shqipëria duhet të harmonizojë legjislacionin. Sipas KOS, protestat e zhvilluara në Tiranë nuk ndikojnë në procesin e negociatave, ndërkohë që kryeministri Edi Rama sqaroi se ligji për zonat e mbrojtura nuk do të shfuqizohet, por do të ndryshohet vetëm në ato pika që kërkojnë përshtatje me legjislacionin e Bashkimit Evropian, ndërsa ligji për investime strategjike do të zëvendësohet me një kuadër të ri ligjor. Ai shtoi se edhe projekti i investimit në Zvërnec po ndiqet në përputhje me procedurat dhe standardet europiane, ndërsa Komisioni Evropian është i informuar për çdo hap të procesit. Me mbylljen e kapitujve për kërkim shkencor, arsim dhe kulturën, si edhe marrëdhëniet me jashtë, Shqipërisë mbeten edhe 30 kapituj të tjerë me synimin për të përfunduar negociata teknike deri në fund të vitit 2027.